temave të Kuranit i kthehemi. Duke lexuar Kur'an ti i shet do tema si shpesh po përmenden në Kur'an apo. Për shembull, tema e emrave të Allahut në Kur'an, a është temë e rrallë e shpesht? Emrat e Allahut në Kur'an a përmenden rrallë e shpesh? Shumë shpesh. Don çenka qëllimt që në çdo dispozit, çdo rregull, inna Allaha ghafurur rahim, inna Allaha alimun hakim. Shpesh e ki, don diçka Allahu po do më na kallëzoj me këtë temë të ardhueshme. Çka po do më na kallëzoj? Se tema e njohjes së Allahut është temë e boshtit, e strumbullarit, e epicendrës në jetën tënde. A është çështën në jetën e përditshme? A është tema kryesore njohja e Allahut apo njohja e lëvizjeve të figurave të caktuara, ç'a hajnë, ç'a pinë, kush u do, kush s'u do? Cila është tema kryesore e muslimanëve sot? Dieta. Andaj ti kthejmë temat tona. A mirëmi me temat tona gjithmonë? Me temat që Kurani ka, që kjo është tema juve, që kjo tema që dush më marrë. Njohja Allah të barë këtal. Të nëzë na du të më marrë me emën Allah. Nëse na me emën Allah të smirim, kush mirët? Na du të marrë me emën Rahman Rahim, nga se gjithë ditë të themi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Po mirë, çka i bjen Allah Rahman Rahim? Ç'kjo tema jote? Ç'kjo tema jote? Tema jote është me njohë pejgamberin. Qysh ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo në çështje selektive vetëm në disa aspekte formale, jo. Qysh ka flet, qysh ka hongër, qysh u çupi gjumin, qysh ka vesh tesha, qysh e ka respektu gruan, koshin, qysh ka qenë bujar, qysh ka qenë i durueshëm, solidar, bashkëpunëtor, qysh ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto këtu duhet na mi ditë, nga se është pejgamberi joni për neve ka ardhur. A duhesh me njoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se për ty ka ardhur Allah, në varr ki mo vet për si pejgamber. S'ki mujt për emën ti, po ki mu pujt për jetën e ti, qka dim për të ti? Është një dozë e caktuar e informatëve që duhesh me i ditë, që në bazë të asaj diturie të pranohet përgjigja se Muhamedi ka qenë dërguar jam. Për ndryshe, ja, s'munësh me kalu, po. Andaj që kjo tema jonë. E Kurani na kthen këtë tema.